vinë në parlament me kërkesë për mas sigurie. Këtë nuk e di, kjo pastaj është në vlerësim të prokurisë. Unë di që A duhet kishte, pra kjo lloj akuze, vetëm akuza për paparazin tendera, që dënohet nga kodi penal nga 1 deri në 5 vjet. Mund ketë mas sigurie? Si e vlerëson si jurist? Standardi i SPAK. Apo duhet një akuzë më e fortë pra korrupsioni? Standardi i SPAK-ut ka qenë që edhe ku ka ngritur vetëm akuzën e shkeljes në barazisë në tendera, ka marrë mas sigurimi apo mas ndaluese. Ju sjell në vëmendje varësin e zonjës Balluku, e mërtesën e saj në Komisionin e Prokurimeve Publike, pra kryetarin e Komisionit Prokurimeve Publike. Ai u akuzua, u mori pandehur për veprën penale të shkeljes barazisë në tendera dhe SPAK-u përmes gjykatës kërkoi dhe mori masën e ndalimit të ushtrimit të funksionit, minimalisht të ushtrimit të funksionit. A janë dy standarde ndryshme me çështjen e zotit Veliaj këtu për shembull? Në ç'kuptim? Për shkak se tek zoti Velia ka marrë për veprimin e prokurorisë, masën e arrestit. Ky është në çmimin dhe në vlerësimin e s'po i rekomandojmë ne se çfarë duhet bëjë prokuroria, por duke i parë nga jashtë. Prokurorisë. Sigurisht në gjykimin tim, ndaj zonjës Balluku do duhet ishte marrë mas sigurimi. Edhe duke vlerësuar dhe si jurist kriteret që ka kodi procedurës penale për marrjen e një mase të tillë, sepse sot zonja Balluku ka fuqim politike dhe ekzekutive për të intimiduar dëshmitar, ka fuqin për të prishur provat, ka rrezik për arratisjen jashtë vendit, pra të gjitha kriteret që vendos kodi i procedurës për të ushtruar prokurori të drejtën për të kërkuar caktimin e një mase sigurimi, përmbushen në rastin e zonjës Balluku. Por prokurori, me sa duket, i ka mbledhur të gjitha provat, i ka marrë të gjitha dëshmit sa i takon këtij episodi për këtë vepër penale dhe ka çmuar që do të ushtrojnë ndjekjen penale pa mas sigurimi. Por unë kam bindjen që vijimi i hetimeve dhe shqyrtimi deri në fund i fakteve dhe provave që ne kemi depozituar për këtë çështje do të çojë në ngritje të tjera akuzave penale që sigurisht do të diktojnë pastaj nevojën edhe për të marrë mas sigurimi. Si një denoncues profesionist. Kjo është e bukur. Denoncues profesionist. Që e ngacmon gjithmonë kuriozitetin e publikut tonë, që sa herë ka një çështje, publikut i hidhet për konsum kocka informacionesh nga dosjet të pandehurve. Për zonjën Balluku kishte një perceptim që nuk do rrjedhë asgjë, sepse edhe java parë ishe shumë kështu hermetike. Pastaj në mënyrë të menjëhershme u shpërndan një pjesë të komunikimeve që ishin gjetur në telefonin të pandehurit Ervis Berberi, që në fakt përbënin edhe gjithë thelbin e çështjes, sepse aty tregohej prishja tenderin, hiqja këtij, jepja atij, çketi mos e vrit menjen, pyes unë për këtë, pyes për atë, etj. Histori komunikimi që tashmë i dim. Nga çfarë mund dish, si kanë rrjedhur në mos nuk di, çfarë arsye ka prokuroria që të rrjedh pikërisht këtë lloj informacioni nga një dosje? Unë besoj që nuk është rrjedhje e prokurorisë, sigurisht që prokuroria sa herë që merr të pandehur një zyrtar të lartë del me njoftim për shtyp dhe përmbledh akuzën për cilën është marrë i pandehur zyrtari i lartë, por do duhet kemi në parasysh në momentin që dikush merret. Njoftimi s'kishte element akuzë, njoftimi ishte një përmbledhje, siç ndodh gjithmonë. Por në momentin që një person merret i pandehur, dhe sigurisht në rastin e zonjës Balluku, nuk është vetëm zonja Balluku që është marrë e pandehur, janë disa bashkë të pandehur. Tash i dolën masi bë njoftimi për zonjën Balluku, se Berberi ka 2 vjet që rri brenda dhe nuk i dolën. Do ta shpjegoj, por pra nuk është se materialin e ka vetëm prokurori. Ky material i jepet të gjithë të pandehurve dhe të gjithë mbrojtësve të tyre
Në këtë rast mbrojtë se ishte e motra, besoj se e kanë gjë motra. Po ta shikosh nuk ka dalë dosja zonjës Balluku, ka dalë një dosje që është një nga të pandehur. Po jo, do ta themi se kjo dosje është në celularin e çdo gazetarit. Nuk ta themi. Një nga të pandehurit janë aty. Madje prokuroria ka qenë shumë e rezervuar, se s'ka nxjerr fare as nga dosja e Ballukut, as nga dosja e Berberit, ndryshe nga rastet të tjera që të velia e detyrë që i kanë nxjerrë. Në rastin konkret ka dalë dosja e njërës prej pandehurit. Kjo tregon që burimi i rrjedhës së këtyre informacioneve nuk është prokuria, por sigurisht janë avokatët që ndoshta edhe për arsye njohje me gazetarët, me... E bëra pyetjen se kur tha pak Endriq Paq, që shiko ta bëj çik ndryshe pyetjen. Ka një pyetje që quhet kush e vrau spionin? Te ti thu nuk di gjë, pastaj pyetja është, a di ti që spionin e vrau Milua? Plus që në këtë rast dosjen unë e kam bërë sapo e kam siguruar, e kam bërë publike dhe pa dalë ende në këtë rast pyetja tjetër mund të ishte, a nuk ju bën përshtypje juve që dolën në publik vetëm informacione apo komunikime të zonjës Balluku dhe Berberit që ishin vetëm në telefonin e Berberit? Atyre ta kalojmë në reklama se kjo po na humbet kohën dhe po vetëm fjali. Sepse Jo se kemi kaluar 22:08. Në djenin time dhe s'ka se si ndodh, sepse duhet të kishte ardhur kërkesë për kontroll personal për të marrë autorizim në kuvend, nuk ka një sekuestrim të telefonit të zonjës Balluku. Pra, sepse kjo do të kalonte një procedurë parlamentare, sepse zonja Balluku është deputete dhe ka imunitet nga kontrolli personal. Dhe marrja e telefonit futet brenda elementeve të kontrollit personal të një deputete. Pra nuk janë marrë telefonat e zonjës Balluku? Të paktën telefonat zyrtar të saj. Tani nëse ka pas një telefon që rundit e shtëpia Fiz Berberit dhe mund t'ja kenë gjetur. Po flasim që për telefonin personal të Jo, e di pse pyes sepse Alaudin Mala, ish kryetari i gjykatës së Apelit, ka thënë në këtë studio që ja kanë marrë në zyrë. Por ju po thoni, ju po thoni që është e pamundur sepse ajo ka në djenin time telefoni në zyrë është marrë sekretares përgjithshme të zonjës Balluku. Zonjës Balluku, po, zonjës Balluku. Nuk mund t'i merret sepse ka mbrojtje të veçantë për shkak. Nuk mund t'i merret pa autorizim nga kuvendi. Ja ku sqaruar edhe kjo. Mirë, nuk po e mbyllim nderuar teleshikues, thjesht po